Nëse zemra nuk përmirësohet, katë është. Nëse zemra nuk afrohet tek Allahu xhallahu ala, jena lodh. Nëse zemra nuk pastrohet, këna najtë bashkë po, jena pa, kur që ma tepër. Kjo që po e them mund tjetë e guximshme, por është vetë disuse. Kështu ka thonë pejgamberi sallallahu sallam, ela inna fil jasadi la mudgha, në trup është një pjesë, nëse ajo ndreqet, krejt ndreqet, nëse ajo prishet, krejt prishet. Andaj çdo temë që e flasim, çdo temë, duhet që të jetë zemra prezente. Prezent. Edhe në ders duhet me konë zemra prezent. Që si e me zemër, je një numër veç, apo? Se zemra është pjesë e marrjes së dobisë, e përfitimit. Prandaj Allahu xhallahu ala kur ka folur për Kur'anin surën Kaf, e ka përmend kush përfiton nga Kur'ani. Kush i mund të mësime. E para ka thënë men kana lahu qalb, kush ka zemër. Zemër kanë krejt, në kuptim organik. Po kush ka zemër të pastër, kush e ka të hapur që ti merr të mësime. Që kjo duhet. Andaj, a kime bo një hatë me 2, 10, 15? A qëka kime bo në agendën të Ramazanit që është i jotja mes te mes Allahut? Por unë të këshilloj që gjithë qëka të bëjsh, letjet në shërbim të gjallërimit të zemrës tonë. Edhe në kuptimin e ndërtimit e saj me adhurime, edhe në kuptimin e saj në aspekt në pastrimin nga smundjet që pengojnë rrugtimin e duhur dhe të Allahut te bareke ve teala.